Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U bëra influencere, por nuk e dija që më priste makthi. Nuk e dija që një ditë do t'i tregoja botës gjithçka. As nuk e imagjinoja se fama, ajo gjë që dikur më dukej si shpëtimi im i vetëm, do të kthehej në makthin më të madh që kam përjetuar ndonjëherë. Por ja ku jam sot, duke treguar historinë time për të kuptuar edhe vetë se çfarë më ndodhi. Quhem Antonela, jam 27 vjeçe dhe po, jam ajo që dikur e quanin influencere të re. Po sot jam thjesht një vajzë që u lodh duke qenë dikush që nuk ishte. Gjithçka nisi shumë më thjesht se sa mund të mendoni. Punoja në një butik veshjesh, paguesha pak, por gjithmonë dëshiroja diçka më shumë. Dëshiroja diçka më të madhe. Shikoja Instagramin dhe më dukej sikur të tjerët po jetonin një jetë që unë nuk e prekja dot. Një ditë, ndërsa shikoja profilin e një vajze të famshme, mendova, pse mos të jem unë? Ajo nuk është as më e bukur dhe as më e zgjuar. Thjesht është aty, edhe unë mund ta bëj të njëjtin gjë. Dhe fillova, postoja video, foto, story, ora e gjumit iku, privatësia iku, jeta reale gjithashtu. Por pëlqimet po rriteshin. Pëlqimet më deknin, më jepnin atë që unë nuk e kisha në jetën reale, që ishte vëmendja. Nuk e dija se çfarë më priste. Askush nuk ma tha që kjo botë të përpinë në heshtje. Filluan kërkesat e çuditshme. Të dukem e lumtur edhe kur nuk isha. Të dukem e pasur edhe kur nuk isha para as për qira. Të dukem perfekte edhe kur mezi ngrihesha nga krevati. Kompanit më kërkonin të gënjeja për produkte që unë nuk i përdorja fare. Ndjekësit kërkonin të tregoja jetën time private si të isha një serial. Djem të panjohur më shkruanin gjëra të pakëndshme çdo ditë. Por cila ishte pjesa më e keqe? Ishte fakti që u largova nga të gjithë njerëzit e mi të vërtet në jetën reale. Madje edhe nga mami që më lutej. Antonela, hajde në darkë me ne, lëre telefonin. Por unë gjithnjë thosha, ma merr mendjen puna. Por në fakt nuk ishte punë, ishte kthyer në varësi. Makthi im nuk nisi me një ngjarje të madhe. Nisi nga dalë dhe tinës. Nuk flia, nuk përqëndrohesha, nuk qeshja natyrshëm, nuk bëja me asgjë pa e menduar si do dukej në rrjete. Pastaj më nisi ankthi, thirrjet e papritura të zemrës, ajri që më mungonte, panik pa arsye. Dhe ndërkohë në Instagram unë isha vajza e buzëqeshur me jetën perfekte dhe gjithmonë pozitive. U bëra shumë gënjeshtare. Momenti që më bëri të rrëzohesha komplet ishte kur një sponsor shumë i madh më kërkoi të bëja një video ku të reklamoja një suplement. As nuk e kisha provuar, thjesht një shishe që ma dërgua në post. Më thanë, thuaj që të ka ndihmuar, që e do, që bën jetën tënde më të mirë. Dhe unë pothuajse pranova. Pothuajse. Por atë natë ndërsa po regjistroja videon pash vete në ekran dhe nuk e njoha. Sytë e mi dukeshin bosh, fytyra ime ishte një maskë. Zëri im ishte i huaj. Nuk durova dot dhe nisa të qaj. Ula në dysheme mes dritave të kamerës dhe qava. Qava për veten që kisha humbur, për gënjeshtrat që kisha thënë, për vajzën që dikur isha. Dhe në atë moment për herë të parë ndjeva se fama nuk më kishte dhënë asgjë. Vetëm më kishte marrë. Pas atij momenti mendova se të paktën do të çlirohesha. Por jo, atëherë filloi makthi i vërtet. Humba sponsorët sepse nuk po prodhoja më aq shpesh. Ndjekësit filluan të më linin sepse nuk isha më interesante. Miqtë e vjetër nuk ishin më aty sepse i kisha larguar vetë. Dhe më e keqja, humba vetvlerësimin tim. Nuk dija kush isha pa kamera, nuk dija çfarë doja pa pëlqime, nuk dija si të jetoja pa duar trokitje të panjohurve. Makthi më ndoqi edhe kur mbylla komplet telefonin. Ndërkohë sot jam duke u përpjekur të rindërtoj jetën time. Jam duke u ngritur, nuk kam gënjur më që prej atëherë edhe pse nuk është e lehtë. Por sot di një gjë, dua të jem Antonela e vërtet, jo ajo që krijova në rrjet. Postoj më rrallë, përpiqem të shijoj gjërat pa i regjistruar, kam rifilluar punën, kam rifilluar jetën.
dhe mbi të gjitha, nuk ka më frikë të humbas ndjekës. Ka më shumë frikë të humbas veten.